Qeveria e Shqipërisë ndryshoi për të tretën herë këtë vit buxhetin e shtetit duke reduktuar më tej fondet për arsimin dhe shëndetësinë dhe duke rritur ato për infrastrukturën. Fondet për Ministrinë e Arsimit u shkurtuan me rreth 851 milion lek ose 1% më pak krahasuar me qershorin. Në raport me buxhetin fillestar 2025, fondet për Ministrinë e Arsimit u shkurtuan me 1 miliard lek, rreth 10 milion euro ose 1.6%. Kjo rënje vjen në një kohë kur sistemi arsimor përballet me nevoja të mëdha për investime në mjedise mësimore, staf dhe programe të reja studimore, ndërsa kërkesa për arsim cilësor po rritet. Edhe Ministria e Shëndetësisë ka shënuar një ulje të fondeve ndonse më të lehtë. Ndryshimet e fundit reduktuan një shumë prej 336 milion lekësh ose rreth 3.4 milion eurosh, një tregues i mungesës së politikave të qëndrueshme në një sektor ku kërkesat për shërbime janë gjithnjë më të larta. Në raportet me buxhetin fillestar, fondet për shëndetësinë u reduktuan me 0.5%. Në të kundërt, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës është përfituesja më e madhe e rialokimit buxhetor me një rritje prej rreth 6.1 miliard lekësh ose rreth 60 milion euro më shumë. Në raport me ndryshimet e muajit qershor, fondet për Ministrinë e Infrastrukturës u rritën me 9%, ndërsa me buxhetin fillestar 1.6%. Përqendrimi i fondeve në KTZ tregon prioritetin e qeverisë për të përshpejtuar investimet në projektet infrastrukturore.